Këto janë plagët e emigrimit, si që pat vetë dërë të mëllëra të kyçera. I nisëm fëmijët me durë tona, e sot në kthehen Markival. Tani, çfarë duhet flasim ne për këtë familje? Kjo ka qenë familja më e rregull, familja më e mirë e fshatit. Për këtë tragjedi që na ka rënë, jo vetëm fshati, por gjithë zana, gjithë Shqipëria është zi për këtë pjesë. Çfarë duhet më thënë më tjetër në për këtë? Jemi shumë të shokuar për këtë ngjarje që na ka ndodhur. Jemi të rënditur nga ngjarja që kemi marrë vesh. Nga ka keq, jemi fshim, të kemi fshatarin ton, kemi shku mirë. Është një tragjedi e madhe për të familje. Sidomos për fëmijët, për të gjithë të katës të familje. Është gjë e madhe, e rëndë për ne. Edhe si fshat, edhe familja të mori fund. Kanë qenë rapuntor, hallexhi. Bidës i jati ka vdek, se ka pas të jatin, dhe shëntam me nga. Jati ka qenë burri mirë, elektricist. Ka gjithë ka rritë me sakrificat të fëmijët. Ja, tragjedia që na i mori jetën, që t'i bëjmë. Punë të Zotit, atyre së di që të thosh. Kjo është për mu, ngushëllim e familjes që të them tani. Tragjedi i gjatit i fshatit tonë, ne jemi gjithë të shokuar. Jo vetëm fshati, jo, por gjithë Shqipëria të zi e madhe. Të famë edhe se kemi të klasë, nuk kemi as fjalë të klasë. Këti fshati, kjo ngjarje si ka radha një herë, kur nuk ka bë vaki. Për kaq vite sa më më nuk ka bë vaki të bie këti fshati. Vitet e tillë ne nuk kemi ndjur. Çfarë do flasim më? Jemi shumë të shokuar. Me të shokuar nga kjo tragjedi që ka ndodhur fshatin tonë, dhe jemi nuk gjejmë dot fjalë që të shprehemi. Ka qenë një familje e mrekullueshme, një familje e shkëlqyer, gjithmonë duke pa punën e vet, në sajt e emigrimit emigruan në Itali, edhe sot humbën jetën në mënyrë tragjike. Fillimisht kanë emigruar në Greqi, bashkëshorti, pastaj emigruan në Itali, kanë 3-4 vite që ne atje emigruan në Itali, ndërtuan jetën atje me familje, ishin të përbitëri, taku, bisedu, ikën e sot presim. U preshin paqe, edhe që t'i havën më të kur u si drejt do të më. Se unë kam qëtete, e kam shpirë të shumë, vojtë kama kyqi, edhe hava ka që o zotë i mahës, që nuk kemi që t'i bëjmë atëre. Atëre, zotin dhe paqe, Tani dhe ka keq. Ai keq s'ka ku thema, një familje mrekullueshme, një familje e rregullt, por fatkeqësi atyre. Shumë të mirë si familje. Familje e rregull. Familje e rregull, punë të vet, në hall të vet. Po thaj, sidomos aja nanë për ato fëmijë, shtrëtëruja shmase. 3 vjet, 4 vjet nuk e di gjë tillë, se s'pi më mend se kur vet janë, kanë qenë shumë familje mirë. Na ka ardhur shumë keq për atë familje. Shumë keq, edhe për atë nanë, se si ka rritë të shkreta. Vetëm i rriti. I shoqja ka lanë shumë shpejt, ka ikur. Shumë keq. Ja, mas njerëzve, na mori një nipi imani në Italia, kështu i teze, tha. U tronditëm shumë keq. Shumë keq na ka ardhur. Shpirti e tyre di, se si ikën. Po kanë qenë për vitri, i taku, edhe si ku thaj refugjatët, i dham dorën, i takumi, i respektum njëri tjetrin, mirë, netën ai muj këtu si për festat edhe ikën. Shumë mirë, si njerës. E kemi vllaznin ton, po jemi shumë të kënaqëm, edhe sa që jenë këtu, shkojmë, vijmë, nuk ishim në një që e sa i tujtë mos na folën, jo, ishim punëtor, shkoshin hallën e vet, shumë të mirë, për ne. Kam marrë ta hohën. Në foto. Kjo është vija. Vitë të kita kashë.
Unë tregoni këto që në vitërita kanë qenë... Na që jam e sot e presim merë këpër që u rrit një jetimi i jati i plikiri, Edhe një dha tjetër atje është...